studimi i fundit që e kemi bë dhe kemi publiku, që tregon që për vetëm 56 ditë janë publiku më shumë se 350 dezinformata në mediat ruse të kontrolluara prej Kremlinit. Në të kalumen shumë është folë për perceptime e për dyshime, por tash e kemi faktuar që jemi cak i dezinformatave ruse, kineze e serbe. Pra, synimi i këtyre dezinformatave cilët i kemi analizuar është që me paraqit Kosovën si zonë të krizës, si zonë ende të pasigurt, si zonë që ende statusi nuk e ka të zgjidhur. Përkundër që Kosova është shtet, është pjesë e shumë institucione ndërkombëtare, është e pranuar ndërkombëtarisht prej 120 shteteve, prapë numri i lajmeve të publikuara që dezinformojnë për statusin e Kosovës është i madh. Numri i lajmeve që dezinformojnë për situatën në Kosovë, se gjendja është në pothuajse në prag të luftës, po ashtu është i madh. Dhe këtu kanë qenë ato synimet po ashtu të dezinformatës, në mënyrë që me portretizu Kosovën si vend luftës që asnjë investitor mos me ardhë. Për shkak se ne e dim që një investitor para se me ardhë me investu paranë e tyre e sheh nëse eventualisht vendi është i sigurt dhe nëse paratë e tina jo që i humbin, po arrin me e fitu. Dhe nëse ka kaq shumë lajme të rreme që publikohen nëpër mediat e huaja, atëherë kjo ka ndikuar që një pjesë e investitorëve thjesht mos më ardhë në Kosovë me investu. Gjitha këto dezinformata kanë synuar me ngjall frikë tek investitorët në mënyrë që mos më ardhë dhe mos më investu në Kosovë. Dhe dëshmia që këto dezinformata janë duke vazhduar edhe sot e tutje është studimi i fundit që e kemi bë dhe kemi publiku, që tregon që për vetëm 56 ditë janë publiku më shumë se 350 dezinformata në mediat ruse të kontrolluara prej Kremlinit. Shumica e tyre po ashtu vazhdojnë me pas cakun dhe dezinformatat dhe me i shty narrativat që i kanë shty prej kohësh, që Kosova është e pasigurt, që NATO dhe qeveria e Kosovës po synojnë për ndjek serbët, pra thjesht vazhdojnë me insistu për me ngjall frikë tek investitorët, tek njerëzit dhe për me e paraqit Kosovën si vend të pasigurt. Ne folëm për pjesën ekonomike, ne kemi pas çështjen e luftarëve të huaj në Siri, ku është provuar që të portretizohet Kosova si një vend fetar, islamik etj. Do thotë ka qenë pjesë e punës time të përditshme që ta luftojmë këtë narrativ. Dhe unë gjithmonë kam besuar që arma më e fortë për me luftu narrativen ka qenë që të sigurohem që sa më shumë njerëz e vizitojnë Kosovën. Shumë prej informacioneve të rreme të publikuara kohë më parë vazhdojnë me qenë të qasshme në internet. Për shembull, nëse hyn në Google dhe e kërkon për cilësinë e tokës së Kosovës, juve kom ju shfaqni një shkrim i cili thotë që toka e Kosovës është e helmuar, pra në tërësinë e saj. Dhe kjo ka qenë një dezinformatë e publikuar në atë kohë, ishte demantuar po ashtu prej institucioneve ndërkombëtare dhe vendore, po ashtu ishte konstatuar që edhe si studim, edhe si konstatim është e pamundur me ndodhur sepse nuk mundet me qenë gjithkohë toka e Kosovës e helmuar, por studimi kishte folur vetëm për zona shumë specifike, cilat kanë qenë afër industrive të caktuara dhe po ashtu gjitha demantët që e mbojën publiku, po sot shkrimi që shpërndon dezinformata është i qasshëm, fatkeqësisht mendimin e inteligjencës artificiale i njëjti është përkthyer në gjuhë të ndryshme të botës dhe thjesht mediat nuk e marrin mundin me heqni dezinformat dhe me permisu nëse kanë bërë gabim në të kalumen.